Qërloq, këtu kena ushqim fantastik, pra po i sheh që fruta taze, portokalli, bashkë me sallatë mirë, me lakna, me kastraveca dhe me karrota, pak kryp, pak vaj të ullinit, të kënaq. Do më thonë ushqim perfekt për fëmijë. Shumë tasty, dizajnuar për nutricionistëve, edhe këtu kemi oriz me mish pule, si asi që momenta ka marru nona, gjyshja, dhe nësi të shikëm që të kënaq. Edhe normal me ashtu pak bukë, se pa bukë shqiptari nuk e hanë. Po, ta më puna. Kështu që boft mirë që një për ty këtu. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit shumë ekipës. Shkojmë. Ashte, vazhdojmë. Kretar, ushqimin e murëm, që ishna e përshkruve, tash edhe pe provojnë. Qërë po doket? Mirë. Sheshëm. Sheshëm është shumë, edhe normal që këtu nashta e mësu për shembull me qitë pak si shumë kryp zakonisht në këto kuzhinë tradicionale, por këtu është i dizajnum që me qenë i shëndetshëm. Ajo ki po them portokallin, një frutë, salatën tu me karrota, lakna dhe kastravec, orizin me pul, edhe shumë e shishme normal bukën nëse do me hongër, po këtë kanë fëmijët tonë çdo ditë ushqim të nxehtë, pra një shujt e kanë të nxehtë gjatë ditës. Plus sneka masaj. Tregom për zgjedhjen e ushqimit, për nutricionistëve, që disa herë kena thonë për nutricionistëve. Po çysh për zgjedhjet? A keni bëj jo një sistem të dizajnimit? Ose çysh ka ardhur deri te ushqimi që ju vjen çdo ditë në shkollë fëmijëve? Çdo ditë kanë diçka ndryshe. Edhe këto janë të gjitha të bazuar në vlerat e vitaminave, në vlerat ushqyese që proteinave, gjana të ndryshme të cilat janë të shëndetshme për fëmijët tonë, pra janë të menduar mirë dhe të dizajnuar që çdo ditë me pas diçka tjetër, diçka që ju ndihmon fëmijëve me qenë të shëndetshëm edhe me qenë normal të ushqyem në mënyrën më të mirë të mundur. Edhe këtë e bëjmë po them çdo ditë ke ushqim të ndryshëm që me marrë një farë balanci të shëndetshëm për fëmijët tonë. Më thonë po, në të gjitha shkollat të mësimit tërditor, i kemi kriju këto hapësira tjera shtesë, dikur i kemi renovuar, restauruar hapësinat që s'kanë qenë të përdorura për shembull, dhe kemi transformuar në kuzhina, dikur sikur kjo këtu në shkollën e Gjelbërt, ku e kemi shtu, kretë kjo pjesë, kretë kjo hapësinë është një shtesë shkollës për me kriju një bufe të nivelive evropiane botërore, po e shihni që ke ndryshim të mirë, tavolina të mira, pra çdo gjë është e nivelit më të lartë mundën për fëmijët tonë.